Të nderuar dhe shikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Socialiste ka nisur akademinë politike për trajnuar 39 deputet të rinj të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Programi synon në rritjen profesionale dhe politike të përfaqësuesve të rinj në kuvent përmes leksioneve intensive nga figurat të njohura të Partisë Socialiste. Edi Rama, Fatmir Xhafaj, Niko Peleshi dhe Erion Braçe janë ndër lektorët kryesor të trajnimit që do të zgjasë deri në fund të korrikut. Në selin qendrorit Partisë Socialiste ka nisur Akademia Politike e Deputetëve të Rinj, një program trajnimi intensiv që do të zgjasë deri në fund të muajit korrik. Ky trajnim vjen pas zgjedhjeve të 11 majit dhe përfshin 39 nga 54 deputetë të rinj të Partisë Socialiste, të cilët nuk kanë ushtruar më parë detyra në poste drejtuese si ministra, zëvendësministra apo kryetar bashkie. Punimet e akademisë u çelën nga kryeministri Edi Rama një ditë përpara 34 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Leksioni i parë i mbajtur në ambientet e kryeministrisë u përqendrua në rëndësinë e përfaqësimit politik dhe etikën e angazhimit publik në funksionin e deputetëve. Gjatë ditës së sotme, ligjërues është Fatmir Xhafaj, i cili trajton temën roli i deputetit dhe etika e përfaqësimit, ndërsa më vonë do të ndjekin leksionin nga ministri i mbrojtjes Niko Peleshi me temën roli i kryetarit të grupit parlamentar, ku do të theksohet rëndësia e koordinimit të brendshëm dhe unitetit politik. Erion Braçe do të jetë lektori i tretë për ditën e sotme me fokus tek ndërtimi i marrëdhënieve të qëndrueshme në zonat që deputetët përfaqësojnë. Secili leksion ka një kohë zgjatje prej 90 minutash dhe synon të përgatisë deputetët për sfidat institucionale, politike dhe komunikative që i presin në mandatin 4 vjeçar në kuvend. Programi është strukturuar në fundjavë për të përshtatur agjendave individuale, ndërsa leksionet do të mbahen nga eksponent me përvojë të gjatë në jetën parlamentare dhe ekzekutive. Akademia shihet si një përpjekje për të injektuar profesionalizmin dhe etikën në radhët e reja të Partisë Socialiste dhe për të ndërtuar një bazë më të qëndrueshme për drejtimin e punëve legjislative në kuvendin e ardhshëm. Deputetët e rinj e shohin këtë nismë si një mundësi për të mësuar nga përvoja dhe për të ndërtuar rrjete bashkëpunimi me kolegët e rinj dhe me figurat me peshë brenda partisë. Në javët në vijim në akademi pritet të ligjërohet dhe ish kryetari i kuvendit, drejtuesi i dikurshëm i grupit parlamentar, si dhe ekspertë të çështjeve legjislative dhe të komunikimit politik. Partia Demokratike po planifikon protesta kundër zgjedhjeve të 11 majit, të cilat opozita i cilëson si farsë. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, paralajmëron publikimin e provave dhe fakteve që sipas tij faktojnë manipulimet, përfshirë edhe abuzimet me votën e diasporës. Në daljen e tij publike, ai nuk përjashtoi as mundësinë e bojkotit të parlamentit të ri në shtator. Partia Demokratike ka nisur përgatitjet për një val protestash kundër rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit, të cilat opozita i konsideron si të manipuluara dhe të palishme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një deklarate tha se së shpejti do të publikojë prova dhe fakte që tregojnë manipulime të shumta në procesin zgjedhor, përfshirë shkeljet dhe abuzimet me votat e diasporës. Do nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në botë. Por kjo është faza e dokumentimit, e verifikimit të gjithë farsës elektorale që ka ndodhur në Shqipëri, me votën shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. Dhe kjo vazhdon sepse, siç e shihni, dy rrethe, do i paraqesim këtu, janë kontrolluar në Shqipëri për ligjshmërinë e procesit dhe në tërësi konstatohen manipulime, përçuditëra, fakte që te kalojnë dhe imagjinatat njerëzore. Në nisjet e Akademisë Politike të Partisë Socialiste, Sali Berisha u pyet se çfarë leksioni do të jepte deputetëve të rinj të socialistëve nëse do të kishte mundësinë një leksioni. Me deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë: nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelët e drogës dhe krimin në Shqipëri. Ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Gjithashtu, kryedemokrati nuk përjashtoi mundësinë që opozita të bojkotojë parlamentin e ri në shtator, duke konsideruar këtë si një hap të mundshëm për të kundërshtuar legitimitetin e organeve të zgjedhura nga proceset që ata e cilësojnë si farsë. Çdo opsion është në tavolinë, por në tërësi beteja në çdo front është opsioni më i pëlqyer. Partia Demokratike kërkon që opinioni publik të japë shpjegime për abuzimet dhe manipulimet, ndërsa paralajmëroi se do të përdor çdo mjet politik për të kundërshtuar situatën aktuale në vend. Situata politike pritet të jetë tensionuar në muajt në vijim, ndërsa partitë përgatiten për betejë politike që do të zhvillohen jo vetëm në parlament, por edhe në rrugë.
Një tjetër episod korrupsioni atribuohet nga SPAK ish bashkëshortëve Ilir Meta dhe Monika Kuremadhi lidhur me përdorimin e kartave bankare të siguruara nga biznesmeni Adrian Shatku për blerje dhe shpenzime të ndryshme. Hetimet kanë zbuluar dhe një kartë American Express të përdorur në mënyrë të ngjashme, ndërsa po shqyrtohet gjithashtu detaje të reja për lobimet e ish LSI-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SPAK ka zgjatur hetimet dhe ka komunikuar akuzat ndaj Metës dhe Kuremadhit, ndërsa mbrojtja kërkon lehtësimin e masave të sigurisë. Një kapitull i ri në hetimet e SPAK-ut për korrupsion që përfshin ish çiftin Ilir Meta dhe Monika Kuremadhi po zbulohet me dokumente të reja dhe përdorimin e kartave bankare në mënyrë të dyshimt. Sipas burimeve nga prokuroria e posaçme, një kartë tjetër bankare e siguruar nga biznesmeni Adrian Shatku u përdor për blerje dhe shpenzime të ndryshme në favor të ish bashkëshortëve. Ky episod i ri vjen pas zbulimit paraprak të një karte tjetër, American Express, që dyshohet të ketë pasur të njëjtin burim dhe përdorim. Në të njëjtën kohë, hetimet janë fokusuar dhe mbi akuzat për lobimet e ish LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nga letër porosit janë evidentuar pagesa dhe kontrata të reja që mund të forcojnë rastin ndaj Metës. Këto prova janë konfirmuar dhe nga avokati mbrojtës Kujtim Cakrani në seancën e fundit gjyqësore, ku diskutua kërkesa për lehtësimin e masës së sigurisë ndaj Metës. Zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë, po nuk ka përdorur tani. Shikoj, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Nuk ka zoti Meta, nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Ne garanci pasurie nuk i vendosim dot gjykat se zoti Meta nuk ka pasuri. Ua kam thënë 100 herë dhe vazhdoj ta them. Janë zero pasuritë e presidentit Ilir Meta. Pasuritë në planetin Tok janë zero. Burimet pranë SPAK-ut pohojnë se akuza për lobimin nuk është hequr nga dosja dhe hetimet për këtë çështje vazhdojnë me intensitet. Më herët SPAK i ka komunikuar Ilir Metës zgjatjen e periudhës hetimore, ndërsa edhe Monika Kuremadhi dhe Meta kanë marrë njoftime për akuza që rëndojnë mbi ta brenda fateve ligjore. Ilir Meta akuzohet për korrupsion pasiv në funksion publik, falsifikim të vulave dhe formularëve, si dhe pastrim parash. Akuzat përfshin raste të njohura si afera Çes Diaz, lobimet e ish LSI-s në SBA dhe operacionet plastike të ish çiftit Meta Kuremadhi, duke shtuar kompleksitet edhe rëndësi hetimit në vazhdim. Nga qelia e burgut 313, Ilir Meta mohon akuzat e reja të SPAK-ut lidhur me kartat bankare dhe korrupsionin, duke i quajtur ato si një fushat desinformimi politik nga kryeministri Rama dhe drejtues të SPAK-ut si Altin Dumani. Meta shprehet se nuk ka asnjë veprim palishëm dhe se përgjegjësinë e mban vetëm për veprat e tij personale, ndërsa avokati mbrojtës thekson se kartat bankare është përdorur nga Monika Kuremadhi. Ish presidenti Ilir Meta reagoi ashpër nga burgu ku po qëndron duke e cilësuar dezinformim çështjen e provave të reja që SPAK po përgatit ndaj tij dhe ish bashkëshortes Monika Kuremadhi. Përmes një postimi në Facebook, Meta akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe kreun e SPAK-ut Altin Dumani për instrumentalizmin e drejtësisë në një fushat kundër tij. Asnjë akt i palishëm as nuk ka ndodhur dhe as nuk mund të ndodhë nga Ilir Meta, as në Republikën e Shqipërisë, as në SBA dhe as në një vend tjetër. Opinioni publik do ta shohë këtë gjatë gjykimit në themel që nuk mund të jetë i mbyllur si listat e mbyllura, por do të jetë i hapur për qytetarët, ku ne do të shmontojmë akuzat e shërbëtorëve të Edi Ramës dhe ku të gjithë do t'i shohim edhe dëshmitar të Edi Ramës. Ilir Meta mban përgjegjësi vetëm për Ilir Metën dhe për askënd tjetër. Në reagimin e tij, Meta bëri të qartë se mban përgjegjësi vetëm për veprimet e tij dhe jo për të tjerë, duke mohuar lidhjen me kartat bankare që sipas SPAK është përdorur në favor të tij dhe Kuremadhit. Në mbrojtje të tij u shpreh dhe avokati Kujtim Cakrani, i cili deklaroi se kartat bankare ishin në përdorim nga Monika Kuremadhi dhe klienti i tij nuk ka lidhje me përdorimin e tyre. Ky reagim vjen në një moment kur SPAK po thedhon hetimet dhe ka komunikuar zgjatjen e tyre ndaj ish çiftit Meta Kuremadhi për çështje korrupsioni, duke përfshirë përdorimin e kartave bankare dhe lobimet në SBA. Situata mbetet e tensionuar ndërsa hetimet për procesin gjyqësor vijojnë. Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të gjerë antidrogë në zonën e ish bllokut, një nga qendrat më aktive të jetës së natës në kryeqytet, duke goditur disa grupe kriminale që shpërndanin doza kokainë, heroin dhe kanabis. Në kuadër të operacionit të goduar bloku 33 janë identifikuar 42 persona të përfshirë në këtë rrjet, nga të cilët 25 janë arrestuar dhe 8 të tjerë janë shpadhur në kërkim. Gjatë kontrollit në banesa dhe automjete, policia sekuestroi një sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike, armë, para kesh dhe mjete të tjera që përdoreshin për aktivitetin kriminal.
Një tjetër goditje ndaj trafikut të drogës në kryeqytet është shënuar nga policia e Tiranës përmes operacionit të goduar bloku 33, i cili kishte në fokus goditjen e grupeve kriminale që shpërndanin kokainë dhe heroinë në lokalet e natës në zonën e iç-bllokut. Pas disa muajsh hetime janë identifikuar 42 persona të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Gjykata ka caktuar 33 masa sigurie, nga të cilat janë ekzekutuar 25, përfshirë 24 arrestime me burg dhe 1 arrest shtëpie, ndërkohë që 8 persona janë shpadur në kërkim dhe po vijon puna për kapjen e tyre. Gjatë kontrolleve të kryera në banesë dhe ndaj personave të dyshuar janë sekuestruar afro 2 kg kokainë, 450 gram heroin, 850 kg kanabis, 2 armë zjarri, 29 aparate celulare, 6 automjete, si dhe shuma të konsiderueshme para në lek dhe euro. Policia njoftoi se gjatë sezonit hetimor janë arrestuar 9 shtetas të tjerë për të cilat ka prova që lidhen me shpërndarjen dhe posedimin e lëndëve narkotike. Strukturat hetimore theksojnë se veprimtaria kriminale shtrihej kryesisht në lokalet e natës ku kryeshin shkëmbime të shpejta dhe të maskuara të drogës. Operacioni vijon për të dokumentuar në tërësi aktivitetin kriminal të grupit dhe për të identifikuar çdo bashkëpunëtor tjetër. Një rrjet i organizuar prostitucioni që operonte në një vilë pranë vijës Bregdetar dhe të Durrësit është zbuluar dhe goditur nga policia e shtetit në kuadër të operacionit Storm 4. 4 shtetase kineze janë vënë pranga, ndërsa një tjetër me komsi angleze është shpadur në kërkim. Një tjetër rast i shfrytëzimit për prostitucion është goditur nga strukturat e policisë së Durrësit përmes operacionit të goduar Storm 4. Hetimet e kryera me metoda speciale dhe survejime të vazhdueshme për rreth 2 javë zbuluan një rrjet të mirë organizuar prostitucioni që funksiononte në një vilë 2 katëshe pranë plazhit në qytetin Bregdetar. Në pranga kanë rënë 4 shtetas me origjinë kineze, mes të cilëve dhe organizatoria kryesore, një grua 46 vjeçare. Gjithashtu është shpadur në kërkim një tjetër shtetase me komsi angleze dhe banim në Mbretërinë e Bashkuar, e dyshuar se ka qenë bashk organizatore e kësaj veprimtarie kriminale. Sipas hetimeve paraprake, 2 gratë kishin marrë me qira vilën luksoze duke e përshtatur si ambient për ofrim shërbime seksuale, ndërkohë që komunikimi me klientët bëhej nëpërmjet telefonave, përfshirë dhe kontakteve nga jashtë vendit përmes një call centeri të strukturuar për organizimin e takimeve. Policia ka proceduar gjithashtu në gjendje të lirë 10 persona të tjerë, mes tyre 2 shtetas të tjera kineze dhe 8 shtetase shqiptare të dyshuara për pjesëmarrje dhe përfshirje në rrjetin e prostitucionit. Gjatë kontrollit në vilë janë sekuestruar 6 pasaporta kineze, shuma të konsiderueshme në euro dhe dollar, karta bankare dhe aparate celulare, të cilat pritet të shërbejnë si prova gjatë hetimit. Burimet zyrtar konfirmojnë se hetimet po vijojnë me intensitet, pasi dyshohet se rrjeti ka lidhje të drejtë me personat dhe strukturat të tjera kriminale jashtë territorit shqiptar. Një sulm me armë zjarri është regjistruar pas mesnate në fshatin Halilaj të Fushkrujës, ku persona ende të pa identifikuar qëlluan ndaj një hoteli dhe lokali në pronësi të Momdit të Vogës. Hetimet janë fokusuar në konfliktet më parshme të tij, përfshirë dhe precedent penal. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak pas mesnatës në zonën e qetë në fshatin Halilaj në Fushkruj, ku të shtëna me armë janë përfshirë në një lokal dhe hotel ndodhur mbi të në pronësi të shtetasit Monti Voga. Autorët pa identifikuar deri më tani kanë qelluar disa herë në drejtim të godinës duke shkaktuar panik në zonë, por fatmirësisht pa të lënduar. Në momentin e atentatit në hotel nuk ishte pushues apo turist. Dëmet janë kryesisht materiale dhe plumbat e dukshëm në fasadën e jashtme dhe deri në brendësi të lokalit, ku disa prej tyre kanë deportuar deri në banak. Sipas hetimeve paraprak, autorët dyshohet se kanë dalë nga një zonë pyjore pranë lokalit, ndërsa kanë mbajtur kapuç për të fshehur identitetin. Ata janë larguar fillimisht në këmbë, ndërsa dyshohet se mund të jenë ndihmuar nga bashkëpunëtor me automjet. Grupi hetimor ka nisur analizën e kamerave të sigurisë në bizneset pranë zonës për të mundsuar identifikimin e autorëve. Monti Voga është marrë në pyetje nga hetuesit, por nuk ka dhënë asnjë detaj apo dyshime mbi ndonjë person të mundshëm të përfshirë në sulm. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë mundësi dhe pistë hetimi për përfshirje dhe konflikte të shumta të mëparshme të Vogës, përfshirë edhe çështje pronësie. Emri i Vogës është i njohur për drejtësi. Në vitin 2020 ai u arrestua nga policia rrugore në Tiranë pasi qarkullonte me një makinë të blinduar dhe me fenelina policie. Gjithashtu në vitin 2018 ai u përfshi në një ngjarje tjetër në Durrës, ku u padit nga avokati Ilia për dhunë fizike. Voga është përmendur edhe si ish shoferi i prokurorit të njohur Arjan Doja. Kujtojmë se Doja ishte viktimë e një atentati në vitin 2019, ngjarje ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku, ndërsa vetë Doja dhe miku i Aleksander Lahos u plagosën. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, Ndoja u rikthye në skenën politike si kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit dhe fitoi mandatin si deputet në Kuvendin e Ri. Ngjarja e ndodhur rihap plagët e së shkuarës së errët të një zinxhiri personazhesh me lidhje në botën e errët të drejtësisë politike dhe krimit. Hetimet vijojnë me intensitet.
3 persona të cilët ishin shpadhur në kërkim ndërkombëtar për lidhje me grupet kriminale dhe akuzat të rënda janë ekstraduar në Shqipëri nga Dubai, fal një operacioni ndërkombëtar të bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Abu Dhabi. 3 shtetas shqiptare, Ervis Sedaka, Maksim Koçi dhe Ado Xhika, të shumë kërkuar nga Drejtësia Shqiptare për vepra të rënda penale, u ekstraduan ditën e njëjtë nga Dubai në Shqipëri. Kapja e tyre u realizua pas një operacioni të suksesshëm ndërkombëtar të koduar The Wanted, që përfshiu shkëmbimin intensiv të informacionit me strukturave të specializuara të policisë së shtetit dhe Interpolit në 2 vende. Ervis Sedaka, 38 vjeç, i cili mbahet në masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitin 2024, akuzohet për vrasje me paramendim mbetur në tentativë, sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje, armbajtje pa leje dhe për kraje të autorit të krimit në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal ku ishte i përfshirë. Maksim Koçi, 39 vjeç, dhe gjithashtu në kërkim për vepra penale, vrasje me paramendim me motive, interesi dhe akmarrje, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje, për kraje, autorit dhe krimit dhe armbajtje pa leje, gjithmonë në kuadër të grupit kriminal. Ndërkohë, Ado Xhika, 40 vjeç, është i akuzuar për përkrajet e autorit të krimit si pjesë e këtij grupi të strukturuar. Të 3 të ekstraduarit mbërritën në aeroportin e Rinasit në mbrëmjen e së njëjtës dhe u dorëzuan menjëherë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ku do të mbajnë në pritje të vendimeve të mëtejshme të drejtësisë. Operacion është një nga goditjet më të rëndësishme kundër krimit të organizuar në Shqipëri, duke demonstruar forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për luftën ndaj grupeve kriminale që kërcënojnë sigurinë dhe rendin publik. Në kuadër të operacionit të Lekaj, policia e Kavajës zbuloi dhe asgjësoi mbi 1200 bim narkotike të llojit Cannabis sativa në kodrat pranë fshatit Lekaj. Gjatë operacionit u arrestuan 2 persona, 59 dhe 36 vjeç, ndërsa 2 të tjerë janë shpadhur në kërkim për përfshirje në këtë veprimtari kriminale. Policia sekuestroi gjithashtu 20.000 euro para të ngatshme, fara kanabisi dhe armë sportive me municion dhe sende të tjera të palishme. Policia e Kavajës ka dhënë një goditje të rëndësishme kundër kultivimit të lëndëve narkotike në zonën e Lekajt, ku gjatë operacionit të koduar Lekaj janë zbuluar mbi 1200 bim kanabis të kultivuara në kodrat pranë depos së ujit të fshatit. Operacioni zbuloi 8 mini parcela të ndryshme, ku asgjësuan shumica e bimëve përmes degjes në vendngjarje, ndërkohë që një pjesë u sekuestrua si provë materiale për hetimet e mëtejshme. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë 2 persona, njëri 59 vjeç dhe tjetri 36 vjeç, ndërsa policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet kriminal të kultivimit të drogës. Gjatë kontrolleve në banesa dhe ambientet e lidhura në këtë rrjet, forcat e rendit sekuestruan 20.000 euro në para të gatshme, 1.000 fara kanabis, një armë sportive me municion dhe sende të tjera të kundërlishme, të cilat po nënshtrohen analizave të mëtejshme. Policia e Kavajës vijon punën intensive për të arrestuar personat e shpallur në kërkim dhe për të dokumentuar plotësisht këtë rrjet të organizuar të kultivimit të lëndëve narkotike në zonë, duke synuar goditjen e të gjithë zinxhirit kriminal pas këtij aktiviteti. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 qershor 2025 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me mot kthjellët në mëngjes dhe rreshje të lehta lokale në mesditë pasdite, veçanërisht në zonat kodrinore dhe malore. Temperatura minimale pritet të zbresë në 16 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 29 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 17 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 17 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 16 deri në 31 gradë Celsius, Berat 16
deri në 31 gradë Celsius. Korç, 14 deri në 28 gradë Celsius. Vlorë, 17 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 30 gradë Celsius. Sarand, 17 deri në 29 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 qershor 2025 pritet me mod kthjellët që herët në mëngjes, ndërsa në pasdite parashikohen rreshje të izoluara lokale dhe stuhira të mundshme në disa zona. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të arrijë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga veriperëndimi i verilindja me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 11 deri në 26 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 26 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 26 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 26 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 26 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 26 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 26 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 26 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 25 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 26 gradë Celsius. Prizren, 11 deri në 26 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.